Njësia e reagimit të shpejtë e policisë së Kosovës ka arrestuar sot kryetarin e PSD-s Dardan Molliçajin teksa ishte rrugës për një takim. Kështu ka shkruar përmes një postimi në rrjetet sociale në Facebook nga Partia Social-Demokrate. Sipas tyre, ky arrestim është totalisht jashtë çdo racionaliteti. Përderisa nuk ka marrë asnjë ftesë nga gjykata dhe në të njëjtën kohë çdo ditë është në rutinën e tij dhe mund të gjendet lehtësisht, kjo sjellje nuk mund të lexohet ndryshe përveç se presion politik dhe demonstrim force nga një njësi e krijuar për situata emergjente dhe të rrezikshme, jo për ndaluar opozitën politike, thuhet në postim. Tuçi nga PSD-ja thonë se prioriteti dhe zelli në të cilin janë vendosur anëtarët e PSD-s për shqyrtimin e rastesh lë dyshime se kjo po ndodh qëllimisht me që një numër të madh rastesh e kanë së bashku me anëtarët e vetvendosjes, duke që mëshirja është kryesisht nga PD-ja. Arrestimet të tilla nuk na ndalin, vetëm e bëjnë më të qartë për të gjithë kush ka frikë nga organizimi politik. Kërkojmë ndirimin e menjëhershëm të Dardan Molliçajit, thuhet në njoftim.